4 gola, 2 në ndeshjen e parë dhe 2 në ndeshjen e dytë për Vllaznin dhe kualifikim në turin e dytë. Urime, profesor Leka. Faleminderit shumë për jush. Në krahasim ndeshja e parë me të dytën, çfarë mund të themi? Ishte më mirë kjo apo e para? Çfarë mund të themi? Ne adishim e prishim këtë lojën e ekipit kundërshtar, sidomos pjesën e parë, e prishim këtë lojë, do të sulmoshin se kishin humbur meshin e parë 2-0 dhe do të sulmosin nuk ishin çfarë me prit. Dhe thëmë të drejten, pjesa parë nuk në shërëshë si kishim planifiku, si që kishim pregatit, por me pjesa dytë, ndroj ftyrë, ndrone lytarët, fillune me kërku ma tepër mesin e fusht, fillune me luftu për topin e parë, dhe normalisht dolën atë 2 golat që shënume. Them që si ndeshja parë, si ndeshja dytë, është një fituar e meritume, dhe duhet të falenderoj shumë të vajza për sakrificën, për mundin, për gëndin që kanë tregu në fushën e lojës dhe dëshiren. Që të thëmën u kualifikume, thëmë që kualifikimi edhe në qësë a bane e gabim për momentin i myllë gjitha gabime që janë ba, dëshojmë ditë në vazhdim do të riparojmë gabime që janë ba, se normalisht futbolli lojë gabime është. Çfarë presim nga Vllazni në turin e dytë? Atëherë në nuk e dina si të na bin shorti, por na kena thënë gjithmonë që do t'i marrim ndeshjet hap mas hapi, që të ecim sa më tepër, sa më përpara në këtë kupë. Duke kthyer tek ndeshja, profesor, 2 gola Tereza Deda dhe Megidosi, 2 autorët të ndeshjes parë shënuan përsëri sot. Mund të themi se po formatohet një dyshe e frikshme për vajzat e Vllaznisë? Pa diskutim që është një dyshe shumë e mirë, një dyshe talentuar, një dyshe që e nxjerr ekipin nga situata dhe kur është në vështirësi dhe duhet i përgëzoj shumë ato vajza. Sukses. Faleminderit për jush.